Në një intervistë i shmiku i artistit shqiptar njëkohësisht dhe ish banori Big Brother VIP 4 Josefin Marku, këngëtari i njohur Labinot Rexha ka zbuluar se si miqësia e tyre e vjetër u shndërrua në një armiqësi. Nga dy miq që së bashku performonin nëpër klube të natës në Zvicër në një distancim të papritur nga njëri tjetri që përfundoi me një unfollow në Instagram dhe ofendime të shumta. Në një kohë kur shikuesit ndjekin me vëmendje çdo detaj nga jeta e banorëve të Big Brother VIP Albania 4, tensionet midis Rexhës dhe Markut kanë bërë jehon edhe jashtë ekranit. Teksa komentoi situatën e bushme të ndodhur në prajmin e Big Brother VIP Albania 4, që u kritikua gjëre gjatë në rrjet, Rexha zbulon se i qitë problemi i shmikut të tij Josefin Markut, qëndron tek pjesa e besimit fetar. Sipas tij, ky aspekt ka ndikuar fuqishëm në marrëdhënien e tyre duke krijuar një ndasi që asgjë mund të ishte menduar më parë. Josefin Marku nuk e ka problemin me këndimin, sepse nuk e vlerësoj unë nëse ai është më i keq apo më i mirë. Ai e ka patur problemin gjithmonë me fen, edhe në diskotek, me aq se e kam njohur dhe kemi diskutuar, ai e ka patur problem fen islame, u shpreh Rexha duke theksuar se mosmarrveshje shumë shpesh është e ndërlikuar nga ndjesitë e ngarkuara të çdo personi në një ambient të tillë kaotik siç është Big Brother VIP Albania 4. Më tej artisti zbulon se ish miku i tij Josefin Marku e hoqi nga lista e shoqërisë në rrjet pasi u bë pjesë e Big Brother VIP Albania 4, edhe pse ishte ky personi që e përkrau Jozi në rrugtimin e tij në muzikë. Kjo e bën situatën edhe më të çuditshme dhe të ndjeshme për ata që kanë qenë dëshmitar të miqësisë së dikurshme. Unë e kam përkrahur me gabimin e parë që ai ka bërë, sepse për mua nuk është një person i keq, nuk e meritonte këtë gjë që bëri. Ai ishte në kulmin e karrierës së tij sepse mund të përfitonte më shumë nga pjesëmarrja në Big Brother VIP Albania 4, shtoi më tej këngëtari duke reflektuar mbi humbjen e mundshme që Josefini mund të ketë pësuar pas vendimeve të tij të papritura. Labinot Rexha, duke u ndjer i tradhtuar, tha: Josefini më ka hequr i pari follow-un pasi u fut në Big Brother VIP Albania 4 dhe më ka ofenduar shumë rënd. Ai e din që nuk ka patur emër dhe nuk e ka njohur as fisi apo komshiu i tij që këndon. Dhe unë e kam ndihmuar shumë dhe kam folur fjalët më të mira te pronarët. Unë kam patur dhe kam emër më të madh se ai. Një situatë e tillë e ndihmoi Rexhën të reflektonte mbi dinamikat nëpërmjet artistëve dhe ndikimin që fama e papritur mund të ketë në marrëdhëniet njerëzore. Në një botë ku social media luan një rol kyç, ndarjet dhe rikthimet shpesh ndodhin në mënyra që nuk mund të parashikohen. Megjithatë, si përfundim ai theksoi rëndësinë e miqësive të vërteta dhe se çfarë do të thotë të kesh mbështetje të sinqertë veçanërisht në një industri kaq të pasigurt si ajo e muzikës. Le të shohim se si do të vazhdojë historia mes kësaj dysheje artistësh dhe nëse do të ketë një mundësi për pajtim në të ardhmen. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.